kryevepra e tij e kësaj kohe, e viteve 70-ta, se ne folëm për doktoratën një herë dhe për romanin. Nuk ishin vetëm doktorata kryevepra e tij e viteve 70-ta, as romani kryevepra e tij. Është anatomia e kulturës, gjithashtu në fushë të publicistikës kryevepra. Minojnë temat aktuale, do të thash. Pse po them temat aktuale? Sepse gjithmonë ka ndodhur kështu. Ai ka filluar me shkrime publicistike nga fundi viteve 60 dhe vepra e parë e tij me tema të tilla të karakterit publicistik e polemik, ndoshta këto unë do t'i kisha bashkuar publicistiken dhe polemiken, fillojnë domethënë të kësaj periudhe dhe e kanë dominuar kritiken e tij ndaj kulturës. Ai ishte intelektual i cili nuk pranoi që folklorizmi, ideologjia, qoftë folklorizmi kombëtar, ta dominonin mendimin kulturor, intelektual të kohës. Prandaj, kryevepra e tij e kësaj kohe, e viteve 70-ta, se ne folëm për doktoratën një herë dhe për romanin, nuk ishin vetëm doktorata kryevepra e tij e viteve 70-ta, as romani kryevepra e tij. Është anatomia e kulturës, gjithashtu në fushë të publicistikës kryevepra e tij. Aty, në atë vepër, ai ka bashkuar mendimin intelektual për kulturën e kohës, për letërsinë, për mendësinë intelektuale të kohës. Prandaj, ajo vepër, ashtu siç nuk u prit si botim fragmentar, si artikujt të saj, nuk u prit as si vepër pa reagimin e kohës, pa reagimet të mëdha të shtypit të kohës. Po ta shihni shtypin rilindjes, domos, nga viti edhe fjalën, nga viti 70 dhe në vitin 80, nuk është lehtë të vreni reagimet të jashtëzakonshme të intelektualëve, të bashkosëve të tij të asaj kohe. Dhe do të kulmoj kjo periudhë me veprën polemiste, morfologjia një fushate, gjithashtu një vepër e cila nuk besoj se në letrat shqipe nga Buzuku deri më sot ka pas reagime më të mëdha se sa për librin Anatomia e kulturës dhe morfologjinë e një fushate. Mendoj që ajo është ndërprer me zhvillimet që ndodhen pas vitit 1991. Prandaj, profesor Qosja nga ky stat, nga ky situatë, nga kjo gjendje e mendimit kulturor të kohës, shkencor e intelektual të kohës, kaloi në një betejë tjetër. Në betejën kundër atakimeve që i bëheshin, njëherë, kundër diferencimeve që i bëheshin, kundër politikave serbe, qofshin në Kosovë, qofshin në Jugosllavi, dhe vazhdoi me artikuj polemik e kundërshtues mendor, shkencor e intelektual me publicistikën serbe, maqedone, domethënë në Jugosllavi, e cila mos harrojmë se këtë kohë ishin shumë të pakta, profesor, mund të numëroheshin e gishta deri në vitin 1990. Ne mund të numëronim me gishta numrin e intelektualëve që kishin guxim të shkruajnë, madje edhe ta intervistojnë profesor Qosjen, të shkruajnë profesor Agim Vinca, ishte në ballë me shtypin serb, me shtypin maqedon, ishin dikur dolen Zekria Sana, mund t'ishte, ishte Jusuf Bugjovi dhe nga vitin 90, më vonë e doli Milazim Krasniqi, Shkelzen Maliqis, para tyre, Shkelzen Maliqi, po që kishte atë, si themi, atë lëvizjen e tij mes Beogradit e Prishtinës, kritik Prishtinës, mbrojtje ndaj Beogradit, domethënë luante ato lojrat e mendësisë jugosllavisë, kështu domethënë deri në vitin 1990 numri i intelektualëve që do të shkronin polemik, që do të polemizonin me shtypin jugosllav ishte i kufizuar, ndoshta mund të numërohej me gishtat e një dore. Dhe pastaj vazhdon në vitet 90 kundër publicistikës dhe kundër shtypjes serbe, jugoslave,
duke mbajt në vitin 1990 botohet, mos harrojmë, në vitin 1990 botohet vepra e tij në kroatisht fillimisht, pastaj edhe në gjuhën shqipe, Populli i ndaluar, që është prap kryevepra e kësaj periudhe. Ashtu siç ishin ato të viteve 70-80, në letërsi dhe në shkencën e publicistik, tash në publicistik vazhdon me kryeveprën e tij dhe kryeveprën e publicistikës shqiptare, Panteunin veprën Populli i ndaluar, njëjtën kohë pothuajse që e botuar dhe një vepër tjetër profesor Agim Vincës, Populli i pandalur, gjithashtu me polemika, se këta ishin dy polemistët më të mëdhenj të kohës, dhe vazhdohet me vitet 90-ta. Në vitet 90-ta pastaj profesor Qose ka botuar një numër të madh veprash publicistike, polemiste, le të kujtojmë këto ligjërimet paravajtëse, le të kujtojmë këto fjalorin demokratik, le të kujtojmë këto pas popullit ndaluar dhe strategjia e bashkimit shqiptar. Harrova të them edhe një vepër gjithashtu që është e karakteri shkencor, ndoshta e vetmja e kësaj periudhe, është historia e shqiptare, çështja shqiptare, historia e popullit shqiptar, çështja shqiptare. Çështja shqiptare. Po, ç'është u përkthy dhe në gjuhën frenge, në gjuhën angleze, në gjuhë të tjera dhe mund të themi prap kryevepra e diplomacisë, e historisë dhe diplomacisë shqiptare. Me vetë faktin se ajo ishte një vepër e cila u shpërnda dhe në Kombet e Bashkuara, diplomacisë ndërkombëtare. Pra, profesor Qosja ka vazhduar ta mbaj ritmin në fushë të publicistikës, ndoshta se në asnjë fushë tjetër. Si në asnjë fushë tjetër, sepse edhe pas luftës, pas luftës Kosovës, ai boton veprat e kësaj natyre tash në polemik dhe në publicistik në dy fusha,